Pra, në grupin e tretë të organizatave, nga KQZ akredituan njësej 15 organizata me numrin 276 të vëzhgues. Ne kemi pranuar një raport nga divizioni apo departamenti e operacioneve zgjedhore dhe në bazë të raportit po i përmendi 2 specifika që në të rëndësishme të t'i trajtu si pjesë e këtij prezantimi. E para është që kësaj radhe ka një ngritje apo përmirësim për sa i përket përfaqësimit themi prej këndvështrimit gjinor, ka një rritje të përfshirjes së grave në këto këshilla dhe kjo është edhe sipas komunave del që është më mirë për prezantimi, po edhe sipas subjekteve natyrisht ka një ngritje në këtë nivel për çka është për të vlerësuar. Dhe sidomos dhe gjithashtu fakti që ankesat që janë bërë në drejtim të ndaj vendimit të PZAPO-s, dhe kanë qenë rreth 11 ankesa që janë bërë në PZAPO, për sa i përket përfaqësimit të subjekteve politike në këto këshilla dhe të gjitha PZAPO-ja i ka kthyer, pra ka marrë vendim që t'i refuzoj me faktin që vendimi i KQZ-s ka qenë i drejtë, pra.